Dhimbja që nuk shuhet. Në një fshat të vogël, në një shtëpi modeste Buzmalit, jetonte një djalë i vetë, biri i Hasretit. Ishte i urtë, punëtor e i dashur për të gjithë. Të gjithë e njehenin si djali i Hasretit sepse Hasreti kishte rritur e vetme, me munde me lot pas humbjes së burrit të saj në një aksident vitin e parë. Ai ishte gjithçka që ajo kishte në këtë jetë. Djali u martua me një vajzë të mirë nga një fshat tjetër. Jeta nuk u kishte sjell shumë, por ata ndoanin çdo kafshat me dashuri. Kishin një djalë të vogël, vetëm 2 vjeç, dhe një tjetër fëmijë ishte në ardhje. Gruaja e tij ishte në muajin e 7 të shtatzanisë. Pavarësisht lodhjes, ai punonte ditë e natë për të siguruar të ardhmën e familjes. Një mëngjes vere, me diell të zbet, ajo nis për në punë me veturën e tij të vjetër. Donte të arrinte herët në punë. Ishte shkruar ndryshe. Në kthesin e fshatit, një kamion që kishte humbur kontrollin u përplas drejt me të. Aty përfundoi gjithçka. Zërat e fshatit u dëgjuan shumë. Djali i Hasretit nuk jetonte më. Nëna e tij u ul në mes rrugës me shami në dorë dhe syt që kërkonin qiellin. Jo, biri jam, jo. Përshpëreste pa frym. Gruaja e tij u rrëzua në prag të shtëpisë, me barkun e rumbullakosur dhe fëmijën e vogël që kërkonte babain e tij pa kuptuar pse të gjithë po qanin. Në varrim, heshta ishte më rënd se gurët. Djali që ishte drita e Hasretit, burri një gruaje të re dhe babai i 2 fëmijëve u përcoll për në banesën e fundit. Jeta u ndal për një moment për të gjithë. Pas tij, nëna nuk u nda kur nga nipat. Kujdese për ta siç kishte bërë për të birin. Çdo ditë ulej të varri dhe i friste, si dikur kur ishte fëmijë. Biri jam e la dritën e syve e shkove, por unë do të rris dhe nuk do të kenë asnjë problem, do të ja plotësoj gjitha kushtet. E fëmijët u rriten me tregimin për babain e tyre, një njeri që jetoi me zemër dhe vdiq me dinjitet.